Muaji i maj dhe qershor kanë qenë muajt e sportit të atletikës pasi Federata Përkatëse me në krye presidentin Izmir Smajlaj ka zhvilluar 4 aktivitete radhazi, ndërkohë që i 5 është në program për të zhvilluar këtë mesjavë në stadiumin Elbasan Arena. Ashtu si në 4 të mëparshmit, ku Vllaznia i fitoi të gjitha, atletët shkodran kanë objektiv të fitojnë edhe kampionatin kombëtar për të rritur, i cili është edhe aktiviteti më i rëndësishëm këtë vit. Atletika shqiptare me hapjen së parë në garave verore në muajin prill dhe është në vazhdimsi të aktiviteteve. Aktivitetet e mëparshme që ka pas Federata, ku pjesëmarrjen e ekipit atletikës Vllaznia, duke siguruar suksese, 4 suksese të tosha të vlefshme, siç është U16, U18, U20 dhe fitimin e Kupës së Shqipërisë. 4 aktivitete në harkun e 2 muajve dhe çka synojmë që edhe tjetë edhe suksesi 5 me ekipin e të rriturve që është edhe kulmi i aktiviteteve që është kampionati kombëtar i të rriturve. Pa diskutim që ky do të jetë suksesi 5 për këtë vit dhe suksesi i 29 në historinë atletikës shkodrane dhe suksesi 17 radhazi në këto vite. Krahas titullit kampion, nga gjiri i Vllaznisë priten edhe rekorde kombëtare, ku në vëmendjen e të gjithëve është konkurrimi i atletit të talentuar Franco Burraj. Atletët shkodran janë të përgatitur maksimalisht për të bërë një performancë të shkëlqyer në kampionatin kombëtar të të rriturve. Do thosha që presim rezultate shumë të mira nga atletët tanë, duke përmirësuar rezultatet e tyre, duke dhënë më të mirën për ekipin dhe që të kurorëzojnë pastaj edhe me fitimin e trofeut. Atletët pretendent kryesor janë Franco Burraj në 200 dhe 400 metra, në garën 100 metrave Leandro Çardako, Ender Irakaj, në garën e kërcimit zgjatit Muhamet Çengeli, Ender Irakaj, në kërcim të rrapsh Muhamet Çengeli dhe Kolindo Kiri, në 110 metra për pengesa dhe 400 metra për pengesa, pretendent është Dorian Idrizaj. Krahas kësaj, ne synojmë edhe 2 rekorde tjera që kanë vite që nuk thyhen, në garën e 4x100 metrave dhe në garën e 4x400 metrave. Kampionati kombëtar i atletikës për të rritur është planifikuar të zhvillohet për 2 ditë me radhë e mërkurë dhe të njëjtën në stadiumin Elbasan Arena.